Do befasojeni me atë që ndodh trupit tuaj nëse hani fistik çdo ditë. Fistikët janë një ushqim i shijshëm dhe jashtëzakonisht ushqyes. Përveç shijes së tyre të pasur, ato janë burime të mira të proteinave, yndyrna të shëndetshme dhe fibrave dhe antioksidantëve. Përfitimet kryesore janë: përmirësojnë presionin e gjakut. Kaliumi, magnezi dhe kalciumi ndihmojnë në mbajtjen e shëndetit të zemrës dhe tenëve të gjakut. Luteina dhe zeakanthina mbrojnë retinën dhe ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve si degenerimi makular dhe katarakta. Fibrat dhe proteinat tek fistikët krijojnë ndjesinë e ngopjes dhe ndihmojnë në kontrollin e ureksit. Ato ngadalësojnë në përthithjen e glukozës duke ndihmuar njerëzit me diabet ose prediabet. Fibrat tek fistikët nxisin tretjen e rregullt dhe mbështesin mikrobiomën e shëndetit të zorëve. Tek fistikët, në 28 gram do të gjeni 165 kalori, 6 gram protein, 3 gram fiber, 13 gram yndyrë totale, 277 mg kalium dhe 30 mg magnez. Gjithashtu është e rëndësishme t'i konsumoni me kujdes.